duhet tentuar në mënyrë radikale që të ndihmojmë njerëzve jo as pak. Unë mendoj e kundërta. Pse duhet bullizuar dikënd kur për shembull ka probleme kardiologjike, i ka 5 stenda, ditë për ditë shkon në qendër emergjente, ata këtë njohin. Apo ndoshta është kjo prej të kalumes që ti nuk je mirë dhe shko te psikiatri. Dhe të thotë është kriju sikur lloj gjesti ose sikur lloj shprehje që unë kam qenë në vitin 2017 në një konferencë në Salzburg. Edhe kam kuptuar që ky lloj stigmatizimi ekziston edhe në Angli, ekziston edhe në Amerikë, ekziston edhe në Kinë. Domethënë nuk jemi na jashtë këtë botës, por duhet tentuar në mënyrë radikale që të ndihmojmë njerëzve. Për këtë arsye duhet punësuar profesionistët në shkolla, pastaj të bën vizita sistematike të atyre nxënësve, cili do të që ka ndonjë vërejtje ose suggestion ose ndonjë vështirësi, qoftë në edukim, qoftë në sjellje, qoftë në përshtatje, ai duhet ta ketë ndihmën e profesionistit adekuat.